Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit nga Tjanisin. Me mua sot në studie është Zoja Neriman Gjinali, ish drejtuese medreses së Durrësit, që për vite me radhë ka shërbyer duke frymëzuar shumë nxënës dhe shumë mësues. Sot do të flasim për arsimin, për mënyrën se si ka ndryshuar ndërbreza figura e mësuesit, por edhe nxënësit. Do të flasim se si besimi ndikon në mësimdhënien dhe shumë tema të tjera. Për këto dhe të tjera na ndiqni në vije. Mësuese Neriman, shumë faleminderit që pranove ftesën dhe që jemi sot në podcast. Faleminderit nga ju. Gjithmonë do të jem e gatshme për të dhënë fjalën kur ne flasim për mësimdhënie, mësimnxënje, për mësues dhe nxënës. Për sa kohë që unë në 52 vite kam dhënë mësim, kam qenë dhe në drejtim, pa tjetër që kam shumë për të thënë, për brezat dhe në vazhdimsi, pavarësisht se sot mund të mos jem akoma aktive fizikisht, por jam aktive në terren. Dhe kjo për mua është një falënderim që ju sot më thërrisni për të qenë prezente dhe për të dhënë mendimet e mia rreth arsimit. Është kënaqësi shumë e madhe, sigurisht që ju jeni një dëshmi shumë e mirë dhe keni dhe ju absolutisht çfarë të thoni. Do t'ja nisim me pyetjen se si e përkufizoni ju figurën e mësuesit. Figura e mësuesit është e shenjtë. E tillë duhet të jetë në fjalë, në vepra, në ndjenja. E shenjtë nuk mund të themi që është për privilegje, sepse mësuesi kërkon privilegj. Jo. Por sepse ka në duar të ardhmen e brezave. Dhe kur themi ku po shkojmë dhe ku po i dërgojmë, është pikërisht krahas prindërimit të parë dhe mësuesi, ashtu si Zoti i cakton misionin për të qenë profesionist, dhe mësuesi është prindi i dytë. Mësuesi duhet jetë në rolin e vizionarit, e psikologut, edhe artistit, pse jo, që në një klas, kur ai futet brenda, të krijoj frymën e ngrohtë, të krijoj mjedisin e pastërt dhe me shikimin e tij të zbusë zemrat sa do të ndrydhurat që mund të jenë tek nxënësit. Unë e quaj mësuesin të shenjtë. Për këtë e hapa dhe fjalën e parë. Si mendoni ju, njeriu mësuesi a lind apo bëhet me shumë përkushtim, me shumë vullnet dhe me shumë bindje, po dhe me mision, se në fakt siç e thatë është një mision figura e mësuesit. Si e shikoni ju në gjithë vitet e arsimit nga praktika juaj? Dikur fjala e urtë popullore ka thënë, askush nuk lind i ditun. Por unë di këtë, duke qenë në medrese, që secili Zoti ja cakton misionin në zemrën e tij. Dhe ai mision i caktuar në zemër, po të punohet, po të përkushtohet, do të marrë drejtimin e duhur dhe ky mund të jetë edhe mësuesi. Pra, mësuesi u jep të tjerëve çdo vlefshmëri. Ai i jep dijen, i jep kohën, i premton durimin dhe i fal edhe gëzimin. Ky është mësuesi. A e gjejmë këto cilësi kaq të bukura gjithmonë në figurën e mësuesit? Unë mendoj se dhe po. Por mund të ketë përjashtime. Ndoshta kjo epokë e lëvizjes së shpejtë, ku edhe vetë fëmia është paksa i hutuar, ndoshta dhe mësuesi shumë mund të themi i burokratizuar për të plotësuar më shumë dokumentacion se sa për të marrë në prakticitetin e duhur, pavarësisht se çdo mësues e gjen kohën, sepse mësuesi nuk jeton vetëm me kohë, por dhe me frymë për tek fëmia, për tek klasa, tek nxënësit, në përgjithësi. Megjithatë, unë duke qenë në territore të punuara në kohë, dhe së fundmi 26 vite në medrese, them dhe përcaktoj që mësuesit janë të devotshëm dhe me frymë për të dhënë nxënësve.
Po klasa, si duket klasa, si është fryma në klasë tek nxënësit kur me të vërtetë është një mësues me këto tipare kaq të mira? Ndryshon me njëherë. Nëse ti futesh në klasë i buzëqeshur, sa do i rënduar t'jesh, ti je një prind tashmë aty, ti ke një mision, ke një vizion dhe ke dhe një amanet. Nxënësi është amanet. Dhe ti që në shpirtin ton, në zemrën ton dhe ke falit dhe besimin, sepse duhet të themi besimi po përcakton një bosht, është një shtyllë kurrizore, ku ti mbështetesh, të jep frymëzim, të jep kurajo, dhe me këtë të mund të hecësh dhe të hecësh bukur, dhe nxënësit të vlerësojnë dhe të besojnë, sepse ai besimi yt flet shumë. Di të kesh vetë për mbajtje, di të kesh mençuri për ta kapur, dhe ka dhe mësues që tremben nga një herë ose mërziten. Duhet i themi jo, beso në Zotin, kërkoje mirësinë tek ai, falu dhe lutu që të ta sjellë atë mirësi dhe begati për të gjendur pranë nxënësve. Dhe kështu na kanë ardhur edhe të rinj kemi punuar. Dhe fal kësaj që sa po thash, sot ato njihen si mësuese shumë të mira. Vim në pyetjen tjetër, zëshneri që në fakt ka shumë stigmatizime. A kanë nxënës të keq? Jo, nuk e pranoj këtë, jo. Nxënës i keq është mit për mua. Nuk kanë nxënës të keq, por ka ndoshta me problematika. Dhe mësuesi pikërisht për këtë është që t'i afrohet nxënësit në problematikën e tij, t'i futet në brendësi dhe të merret me të, duke mos e keq kuptuar askush. Unë do të thoja mos e di asnjë, ti bëhet psikolog atij nxënësi. Dhe ai nxënës patjetër e ndjen këtë dorë të ngrohtë të mësuesit, si një dorë e prindit, nëse dhe mund t'i mungoj dora e prindit, se pikërisht problematikat vijnë kur ka vështirësi, kur kanë gjatë jetës pengesa të llojeve të ndryshme. Prandaj është mësuesi që nga çardhja në kopësht, në shkollë, derisa arrin në pjekurinë e tij. Jo, më kot është edhe nëna e dytë, pra që nëna ose babai i dytë në rastin e figurës mësuesit. Dhe normalisht që kjo figurë kaq e shenjtë, siç e tha, dhe kaq e bukur, pa diskutim që plotson ato boshllëqe që një fëmijë, se ne diskutojmë sot problematika të ndryshme, sistemi, mësues, nxënës, por mendoj që një nxënës është me të vërtet viktim, le të themi, e situatave në të cilën ai ndodhet. Dhe normalisht duhet jetë i fundit që të mbajë atë përgjegjësinë e fajit për problematika të ndryshme që ai pastaj sigurisht nga familja i mbartë dhe i sjell edhe në shkollë. Por ne që jemi të përgjegjshëm, të rritur dhe profesionisti, ka barën dhe përgjegjësinë për ta zgjidhur situatat, për të ndihmuar, dhe për ta ndihmuar. Për të ndihmuar. Sepse jetojmë në një kohë sot ku po shohim dhe po të dëgjojmë nga më të ndryshmet. I vetë ndoshta faji vetëm ke shkolla arsimi, janë të lidhura. Prindërimi, arsimimi. Janë dy prindër. Nëse prindi në këtë kohë të kësaj shpejtësie globale teknologjie, fëmia mbas edhe nuk e dëgjon, në shkollë është detyruar 45 minuta të qëndroj dhe të vëzhgoj e të dëgjoj. Atëherë ti, mësues i nderuar, e ke në dorë të punosh me të. E ke mundësinë ta punosh. Kështu që është një rol vendimtar edhe shkolla, mësuesi, për të punuar. Por diçka do të kisha tek mësuesi, shumë burokraci po ka. Dhe nuk po i lëm kohën për të punuar siç duhet, për të vrojtuar dhe për të i kaluar ato vështirësi që nxënësit mund ketë. Koha është e tillë
shpejton, vrapon, dhe mësuesit I duhet patjetër edhe ati. Pa diskutim përveç burokracirave edhe fëmijët sot që ne I quajmë brezi digjital, pra, dhe I teknologjisë, dhe ndoshta duhet të ndryshojë edhe kjo mënyra se normalisht shteti është rregullatori, po do të ndryshojë edhe mënyra se si jepet mësimdhënia ndoshta të jetë sa më praktike, duke Ju afruar qasjes që nxënësit sot e kanë. Shkollat me thënë të drejtën sot po kompletohen në të gjitha mënyrat e shpejtësisë të digitalizimit, të teknologjisë, por I ndërtohen, janë ristrukturuar, janë bërë shkolla vërtet, shkolla profesionale për të quajtur, në të gjitha drejtimet. Por mësuesi, ai mësues që na vjen, vërtet është mësues. Dhe këtu do të ndryshoja. Dalja e nxënësit, pasi mbaron ato provime, kur bëhen në fund, ne shohim diferenca notash. A na vën në një pikpyetje, si ka mundësi? Çfarë po ndodh? Pse na kërkohen 4 nota plus, 3 nota plus? Pra një nxënës I 5-s më del dhe më merr 8-ën, më merr dhe 9-ën? Çfarë ndodhi? Atëherë, kjo një pikpyetje do të thotë që të vërejtohen këto, të shihen kurrikulat, të shihen ndryshimet e shpejta, e shpeshta të tyre, të shihen dhe këto. Dhe mësuesit, nëse do të jenë korrekt në vlerësimin e tyre, nuk do të kemi mësues të kërkuar sot, sepse do të pranojnë vetë për të qenë arsimtar të denj, mësues të denj. Disa departamente po thuaj se janë të zbrazura. Dhe nëse ne po mbyllen disa deg, dhe nëse ne po dërgojmë atje nxënës që ndoshta nuk e kanë me dëshirë arsimimin, nuk e shohin ose nuk mund të jenë edhe vërtet për të qenë atë drejtim, atëherë kjo duhet parë. Mësues Neri, që përmendëm pak notat, si mendoni ju koeficientin pra not, le të themi, sa rëndësishme është dhe deri ku duhet të toleroj mësuesi? A është vërtet nota si shifër apo ka dhe element të tjerë që bëjnë komplet atë vlerësimin e një nxënësi? Jo, nota ka elemente të tjerë, pa diskutim. Nuk është vetëm shifër, është një vlerësim, një matës I njohurive, I dijeve dhe një përcaktim, se ndryshe si mund të përcaktoheshe. Por nuk do të lejoja që nxënësi I cili nuk e ka mundësinë për të dalë më tepër nga 4, ti vendosja 5. Dhe të shkonte të ballafaqoheshe pasaj me tjerët. Mund të falja një 7 plus në 8, por një 4, vërtet 4 dhe asnjë më sipër, të kaloj në 5-ën. Për mua quhet një fatkeqësi për të dalë nesër një mësues dhe tek nxënësi të jetë. Ai mbase mund të bëhet. Nuk mund të flasim se ka dhe të tilla raste, por të jemi shumë korrekt në vendosjen e vlerësimit të nxënësve, sepse nota pastaj përcakton patjetër. Ato që ai merr, ato që mësuesi ka dhënë, ato që ai ka marrë dhe ato që ai don të marrë. Donë shumë e vërtet. Mësues Neri, a ju kujtohet në një rast që ka qenë të themi problematik në gjithë vitet e juaja të karrierës, por me atë metodologjinë tuaj, me ngrohtësinë, ka ndryshuar? Po. Dhe ka qenë me të vërtet një rast që ju jeni shumë krenar? Po. Unë këtë që them sot nuk e kam thënë asnjëherë. Në 26 vite, një rast I një nxënëse që diheshe se është normale, mesatare, në largësi nga familja, një problematik që mua më bëri të vetë hap sytë mirë, të përqëndrohem mirë. Mu thanë, kujdes, punova fort me vajzën, pa e ditur asë dhe një, nuk ishim psikologe në atë kohë. Por mendoj se duke e parë që unë mund të punoja, ndoshta dhe as tek psikologja nuk do të drejtoja. Punova shumë dhe sot ajo
është një infermiere jashtë vendit e suksesshme. Është bërë nënë e 3 fëmijëve dhe sa herë më shihte problemi, më thonte e kam emrin sa i mirë, po për ty jam sa i keq. Jo, i thash, përderisa korrigjohemi, je sa mirë. Këtë muhabet, ajo që mund të dëgjoj, mund të përlatet, dhe unë sot, e kam vuajtur 1 muaj, pa e ditur askush. Por ndjehem prandaj dhe sot, unë ndjehem mirë, kur kujtoj problematika të tilla që jo çdo mësues mund t'i ketë, mund t'i mbartë, mund t'i kaloj me sukses. Dhe kjo është një fitore e mësuesit që ndjehet kur shkon dhe largohet pozitiv. Kjo është ajo që ndjehet mirë me veten. Kjo është ajo që ndjen i suksesshëm dhe në familje dhe fëmijët e vet. Kjo është arritje më e madhe. Dhe kjo është një arritje. Sepse përveç sigurisht shkolla të mëson, pa diskutim dijen, po në fakt ata janë njerëz në radhë të parë dhe sot sfida më e madhe duhet të jetë që të rrisim njerëz të mirë dhe qytetarë të denj për vendin tonë. Patjetër, brezat dhe kjo brezat që vijnë gjithmonë kanë përshtypjen se ka qenë, por sidomos sot që fokusi tek njeriu është edhe më i madh, duhet të jetë akoma dhe më shumë prioritet njeriu së pari me vlerat parimet e tij dhe pastaj mësim nxënja, se sigurisht të gjithë nxënësit kanë nivele të ndryshme të nxënjes dhe pa diskutim që siç e thatë edhe ju, dhe një nxënës mesatar mund të bëhet shumë i suksesshëm. Nuk është e thënë që gjithë nxënësit të jemi super shembullor me 10 absolute. Në fakt, a ka nxënës që është absolut në çdo lëndë? Kemi, nga medreseja, kemi nxënës që arriti të marrë medalje ari, krahas gjithë bashkëmoshatarëve të vetë që ishin të pakt në qytetin e Durrësit me 10 nxënës, dhe një ndër to ishte nxënësja e medreses. Dhe ndër vite fituese të olimpiadave. Dhe të marrësh medalje ari do të thotë që je gjithë jetën. Absolut. Dhe të kesh fituar çmim në olimpiada. Kjo tregon që kemi patjetër, përderisa dhe në shkolla, në gjitha shkollat ekzistojnë këto, do të thotë se kemi nxënës që janë të tillë, por kemi nga ato të mesatarës të cilët vërtet më vonë japin, e kemi kudo. Unë i shoh në Durrës, i kemi nxënëse shumë të mira që sot i kemi drejtuese të Durrësit, i kemi nxënëse shumë të mira që sot janë dhe deputete të qytetit të Durrësit, apo deputet, ku unë ishë nxënësi im, i kemi avokate, juriste, duke qenë dhe nxënëse mesatare, i kemi dhe mjeke, dhe mjeke të devotshme, dhe besimtare shumë të mira. Në besë shumë qefi. Kur kujton, kur ke qenë drejtoresh, se ne tani folëm për mësuesin, për figurën, si ka qenë rutina juaj, dhe çfarë ka qenë ajo çelësi suksesit që juve ju ka bërë kaq humane, kaq të mirë dhe njerëzit ju mbajnë mend shumë, qoftë mësuesit, qoftë nxënësit. Si e kujtoni rutinën tuaj? Besimi. Besimi më ka dhënë shumë. Unë vi nga një familje besimtari, nëna ime praktikante e besimit tonë islam, e ndiqja nënën, besoja, por jo me dije. Dhe pikërisht ajo moto që shkolla jone niste me dije dhe besim, ajo më mbushi dhe më dha të çelës të suksesit. Ajo më dha vetë dijen, sepse ishte besimi i Zotit që mu inspirua, më kaloi dhe më vlerësoi për ato që unë isha, për ato që unë dija tipja. Ju betohem që në shkollë gjithmonë isha ndër të parat për të shkuar, por edhe ndër të parat për të vërejtur çdo nxënës në sy, në mëngjes kur futeshe në klasë. Qëndroja jashtë, rjeshtoheshin dhe do ta shoqëroja me sy çdo nxënës. Në drejtorin ku unë 26 vite kam aderuar në medresen, asnjëherë se kam mbyllur derën.
por t'i thënë nxënësve që dera këtu është gjithmonë e hapur. Nuk ka nevojë të trokitet. Çfarë shembulli? Dhe për këtë ndjehem mirë. Nuk ka gjë më të bukur se sa kur ti mbyll një punë në sukses. Në sukses. Dhe ta lëm kur ti je në sukses. Dhe ta lëm të largohemi, t'i lëm brezat kur ti ndjehesh vërtet mirë dhe në sukses. Dhe me thënë, tek ju nuk ka qenë rasti që do të çojë drejtoresha që shumë mësues e përdorin si një lloj presioni ndaj fëmijëve. Ndoshta mund të kenë qenë, por janë ulur në koltuk, janë dëstuar dhe vështrimi im fillim fare i ka stepur, pastaj janë zgjidhur gjithë dhe kanë dalë gjithë qef dhe nuk janë përsëritur më. Vërtet. Si keni zgjidhur që nuk janë përsëritur më? Natyra ime ndoshta një çik serioze dhe shumë korrekte. Edhe shumë e ëmbël, duhet ta Por them. ama në brendësi të shpirtit shumë e butë. Dhe kjo më bënte që unë sot edhe kësaj dite të gjithë i them zemra zyshës, mirë po tani edhe në rrugë këtë takoj, edhe i madhe dhe zemra më thonë dhe nga shtëpia, mam, që është kjo fjalë vetëm zemra, për mu të gjithë janë të tillë. Ishte butësia i shpirtit tim, ai besim që ma dha për të qenë më pranë këtyre fëmijëve që ishin një amanet tek ne. Dhe janë amanet i çdo mësuesi. Por duhet të besosh për të qenë në bosht dhe për të pasur atë që ty të jepet për ta kryer me sukses. Mësuese Neri, po fakti që në medrese për shkak të besimit shumica kanë qenë familje besimtare, le të themi, ju ka ndihmuar dhe fakti që besimi ka qenë kryesor kyç element dhe kanë qenë më të zbehta këto problematika që mund të jenë, le të themi, prezente? Po. Pikërisht kjo. Ky besim. Nuk mund të them që në shkollën tonë vinin të gjithë fëmijë të familjeve besimtare. Ka pasur dhe fëmijë që nuk kanë qenë familje besimtare? Po. Të pranuar sepse nënshkruhen kontratat në fillim dhe kur ti pranon rregullore në një shkollë e njohur nga ministria, me kurrikula të njohura nga ministria, ku motoja është dituri dhe besim dhe krahas të gjithë lëndëve që bëjnë gjimnazet, bën edhe medreseja, bën dhe kulturën fetare që ushqen këtë besim, jo detyrim, dhe patjetër që ai nxënës është i pranuar, edhe pse është nga familje jo besimtare. Një rast ka qenë edhe një besimi tjetër. Ne respektojmë çdo që beson. Dhe përderisa pranonte të ndiqte kurrikulën e shkollës tonë, bujur dhe të suksesshëm. Por shumë i mirë tolerancës. Ai besim bën edhe një dallim që sot ka sukses. Që sot unë e them me plot gojen që sot ka sukses. Më vjen mirë që dëgjoj, kthehemi pak prap tek nxënësit. Në kohën se juve jeni shkëputur nga arsimi, po patjetër që keni një përmbesa që dhe jeni akoma Zot faleminderit. Faleminderit dhe jeni akoma prezente, apo jo? Patjetër. A shikoni ndryshim tek nxënësit në mënyrën e tyre tani në kohën që keni qenë ju? Zemrat janë të njëjta, por ama koha ka vrapuar shumë. Dhe nxënësit janë pak a shumë të hutuar për të vrapuar, për të kapur teknologjinë, dhe këtu na del detyrë ne. Të ulemi, të krijojmë bashkë bisedimin, t'i thërrasim dhe t'i themi lexo me dije dhe jo vetëm me mendje. Sepse kjo do ta bëj të kuptoj ato teknologji që po avancon dhe vrapon. Lexo dhe mëso me zemër dhe ngulita dijen që merr. Jo në shumë raste shohim përciptas. Jo mësim i dhënë siç duhet. Ndoshta kjo sepse mësuesi është shumë i ngarkuar
Dhe por nxënësit duhet të pranojmë teknologjia vrapon. Dhe jemi, por ato pse jo? Por libri nuk duhet ndarë. Dhe sidomos kujdes në leximin, gjuhësinë dhe historinë e gjeografinë e vendit tonë. Këto t'jenë, sepse po u larguam nga libri siç duhet, atëhere do të dështojmë së shpejti. Është vërtet është baza, është shumë e vërtetë, sidomos tek ato që quhen lexim. Këtë ja them dhe prindërimit, këtë ja them dhe arsimimit. Lexim. Ndiqni teknologjinë, vraponi, avanconi, por me dije, me kuptim. Me dije. Çfarë këshille i keni dhënë prindërve? Për shembull, keni pas ndonjë rast për shembull që prindërit janë gjendur në një konflikt, le të themi, me njëri tjetrin ose me mësuesen, në zyrën tuaj, kush ka qenë ajo motoja që ju gjithmonë i këshillonit prindërit? Kjo është për prindërit. Në radh parë, një mësues ose dhe drejtues në rastin konkret duhet jetë dhe psikolog. Jo të gjithë prindët janë njësoj. Disa të pamundur, por që fëmin duan të çojnë në sukses. Disa në vështirësi mënyrës komunikimit, por që përsëri mendojnë për fëmin dhe atëherë ku ka më mirë se në nivele të tilla ti të merresh me to, tu afrosh mundësinë të ndihmesës që ti vetë do të japësh. Dhe kjo lidhje, ky komunikim mësues, qoftë drejtues, me prindin të bën të suksesshëm. Fëmia vihet para dy alternativa, edhe prindi im, prindi biologjik i parë nuk ma lejon, por fëmia mund thotë se aq kupton, por prit se edhe këtu nuk ma lejon. Atëherë kujdes. Ai fëmijë do të kuptojë. Ai fëmijë patjetër do të arrijë. Në zërin e zemrës së tij do të arrijë fjala jote. Dhe unë kam pas raste të tilla. Bashkëpunimin e kemi pasur të ngushtë shumë dhe e kemi me familjarët. Detyrë parsori, një unitet, familje dhe falenderojmë të gjithë ato të cilët pranojnë, pretendojnë që fëmijët e tyre të vinë dhe të vazhdojnë shkollën në medrese. Në besimin e plot. Në besimin e plot, po është vërtet. Po një mësues që është i ri, e ka me frikë të profesion, ose ndjet pak sikur nuk do t'ja dali, është pak i zhgënjur, ndoshta nga këto që dëgjon rreth e qartë nga vështirësia e fëmijëve, nga zhvillimi i tyre sot. Ju çfarë do t'i thonet? Do i thoja, Zotit ka besuar për të mësues këtu. Prandaj drejtoju Zotit, lutju atij, dhe ai do të hapë rrugën, çelësin e suksesit. Beso në forcat tuaja. Beso në mirësinë tënde. Beso, vështro nxënësit sikurse do doje ti për vete para 2-3 vite që ishe nxënës. Dhe aty do të gjesh suksesin. Por beso. Sa e bukur. Shumë e bukur. Po përveç dijes, si mund të edukojmë këtë brezin e ri dhe me shpirt? Edhe me parimet. E thash më sipër, duke qëndruar pranë tyre. Mos mat kohë. Mësuesi nuk mat kohë. Ip frym, ip ndjenjën. Mendoj që ti je në sukses duke i parë ato në punë të vazhdueshme. Ti quhesh i arrirë në qoftë se nxënësit do të mirë kuptojmë. Ti bëj lojra me to. Je dhe artist, je dhe sportist. Qëndroj pranë, qëndroj afër. Komunikimi t'jeti vazhdueshëm me familjen dhe besoj se ne këtë përvoj kemi dhe kemi arritur sukses. Rezultate me sukses. Dhe këtë sukses nuk e them vetëm këtu. Ai mësues që do të punoj patjetër, nëse e quan profesioni mësuesi mision, ai patjetër do të ketë sukses. Dhe të tillë pothuajse janë shumë në vendin tonë.
Po në rastet mësuese Neri kur se ne gjithmonë shikojmë figurën e mësuesit pa diskutim, po a ka ndonjë mësim që ju vetë keni marrë nga nxënësit? Po, sa bukur ma kujtuat. Këto e din të gjithë atje në shkollë. Kur jam futur në medrese, kam filluar të lexoj për sa i përket çështjes evolucioni, duke qenë biologe, mbaruar shkollën dhe pas universitarin dhe në provime për këtë. Fillova të studioja mirë dhe lidhjen kuranore me zhvillimin e jetës. E gjeja veten në dilema. Besoja, por nuk kisha dije të besimit, sepse besimi, nëse sot ne themi ikra, e thot Kurani, e ka thënë me kohë, do të thot ti merr dije, të dish pse beson. Patjetër. Dhe çfarë beson. Unë fillova dhe ndryshimi filloi të vinte tek unë në drejtim të besimit të vërtet, duke u lidhur mosmiri. Në një orë mësimore orë biologjie, kur unë ipja, një nxënëse zhvillon ushtrimin shumë bukur, shumë mirë, dhe i afrohem dhe i them, dil në tabel të zhvillosh ushtrimin para klasës. Ajo ngrihet në këmbë dhe thot, inshallah, me zë të ullut. Unë e dëgjova herën e parë, se sa kisha filluar. Ola e ke zhvilluar shumë mirë ushtrimin, kalon në tabel, inshallah, mësuse. E ngrita përsërit tonin, mojola, e ke zhvilluar mirë, dil në tabel, ajo duke hecur. U kthy nga tabela dhe e pash që u trondit. E tha përsëri fjalën. Atëherë tronditja kaloi tek unë. Pra, çdo të thot kjo inshallah, a mund të arrijë deri tek tabela për ta zhvilluar? Dhe kjo pikpyetje më ka bërë që unë të bëj ndryshimin rrënjësor. Pra ky besim tek ajo vajzë që sot është mjeke, më dha mundësinë që të shfletoja dhe të punoja akoma më tepër. Dhe të bindem për atë që unë jam. Të bindem për atë besim që unë kam. Të bindem për të dhënë vlerat e duhura në besimin ton dhe respektoj çdo lloj besimi, por vlerësoj atë që unë kam marrë në atë shkollë. Ajo shkollë më ka dhënë shumë mirësi. Ju Neri keni qenë praktikante kur keni qenë drejtuese medreses Po. Durrësit? Po, praktikante dhe vazhdoj të jem praktikante. Po dihet pastaj aty fillua ti merrit më me brendësi, më me thellësi? Po, nuk isha para se të vija në medrese praktikante. Vija familje besimtare, kryja rritet siç dikur nënat na i jepnin, por jo në dije të plot. Në medrese kalova, pasi e bëra dhe haxhin, kalova në praktikante të plot. Në çfarë viti keni kryer haxhin? Në vitin 2005. Një ndjesi nuk e përshkruaj dot. Më jepet për të shkruajtur, më jepet në të folur, në elokuenca të ndryshme, por jo, atë kënaqësi, atë mirësi, atë ngritje pesh, atë të qarë që stish nuk dia nga në më vinte, mund të japi vetëm ai vendi shenjtë. Dhe nga aty, Neri ka ullur kokën dhe studiuar mirë çdo të thot besim, duke lexuar dhe punuar me Kuranin. Dhe duke e transmetuar siç duhet në mënyrën përkatëse, sepse për këtë në drejtim të besimit ka mësuesit kulturës fetare që japin mësim, punoja në drejtim të lëndës time, duke dhënë këtë drejtim, por duke thënë secili ka të drejtën e tij të vazhdojë dhe të zgjedhë. Pa diskutim. Asnjë lloj detyrimi. Pa diskutim. Por i drejtimin. Unë vetë e mora drejtimin tim. Po ndoshta edhe kjo mënyrë ka qenë shumë, le të themi, e thjesht kur ka qenë një problematikë e caktuar ose dhe pa pas fare nevojë për problematika, në momentin që ti i drejtohesh dikujt dhe i kujton
arsyet e vërteta, i kujton besimin, i kujton misionin, qëllimin dhe normalisht rritet më shumë ndërgjegjësimi dhe vetëdijësimi çdo personi, pastaj edhe ti e ke më të lehtë pastaj praktikimin kur je në unitet me njëri tjetrin. Po, e tillë është vërtet. Sa më tepër që ti merr dije dhe e forcon atë nëpërmjet besimit, më i suksesshëm. Them se je. Dhe këtë e përcaktoj fare mirë në veten time. E kam vërtetuar. Për njerëzit që janë në dilemë, ata zgjidhen apo jo medresen, për shembull, ju si drejtuese, kush janë dy arsyet kryesore që duhet t'i thoni që njeriu të bindet të zgjidhë medresen? I them këtë se në para vitesh, gjithmonë, kur shkonin në provimet e maturës shtetërore, mundoheshin të fusnin të parën medresen. Pse i bëja pyetje vetes? Sepse ka rregull, ka disiplinë. Dhe nxënësit e tjerë që do t'ishin së bashku me vajzat tona, pranonin t'ishin afër vajzave tona se medresiset mësojnë, se ato punojnë. Dhe kjo është, pra. Shumë interesante. Po, se edhe ndikimi me njëri tjetrin. Me njëri tjetrin, po. Nëse jeni një dhe klasë kjo që pastaj mësot- jepte shembullin. Vërtet, mund të mos pranohemi nga shumë, siç di me tjerë, koha e tjera, por pranohemi për dijen që kemi. Është shumë e vërtetë. Pranohemi për arritje që po bëjmë. Është shumë. Dhe një shkollë, medreseja e Durrësit dhe të tjera medrese që di dhe i njoh shumë mirë, por flas për atë ku unë kam punuar, është e arritshme në suksese në të gjitha drejtimet. Më vjen mirë. Mësuese Neri, nëse do të kishit në dorë për të ndryshuar diçka, në qoftë në nivelin e arsimit, qoftë për situatën, për realitetin, qoftë një gjë ligjore, një nisëm ligjore, cila do t'i ishte? Jo, do t'ishte kurrikulat jo të ndryshuara shpesh. Teknologjia vrapon, por edhe mundësit janë për shkolla, por një burokraci e madhe tek mësuesit, pa i lënë kohë për qenë, e thash që në fillimet, për qenë më aktiv pranë nxënësit dhe klasës në vazhdimsi. Ndoshta këtu mund them, por sot po punohet për ditë dhe mediat flasin për këto, dhe vetë Ministri i Arsimit e nxjerr këtë, dhe vetë provimet e tregojnë këtë ndryshim që nuk është një realitet. Provimet që japin në fund fare, qoftë mini maturat apo dhe maturat. Ndryshimi i notave më vjezor, nuk mund ta them, por thojnë mediat kur duan të japin provimin e maturës teza doli. Atëherë kjo më prek, më dhemb. Po inshallah do të jenë në sukses në vazhdimsi. Në përmirësim. Amin, shpresojmë shumë. Arsimi është baza pa diskutim. Sepse për çdo është profesion brezi. të mëtejshëm. Është brezi, nëse duam të edukojmë nëpërmjet arsimimit, futen të gjitha profesionet tjera për të formuar një brez të ardhshëm. Ai inxhinier duhet të ketë marrë mësimin. Ajo mjeke ose mjek duhet të ketë arsimimin. Pra, është mësuesi, është drejtuesi, mësuesi drejtues për të dhënë dhe të gjitha fushat të tjera të jetës, nëse do di që fëmin ta quaj amanet dhe të punoj siç duhet me të. Në të shikoj ashtu siç është shumë e vërtet. Për ta mbyllur, a ke një mesazh që ti do dëshiroje t'ia jepje të gjithë që po dëgjojnë këtë podcast tani? Po. Do t'i thoja të gjithëve. Bashkoni librin me shembullin. Fjalën me butësinë. Vlerat ndërtojnë. Dija dhe vlerat ndërtojnë njeriun, vetëm kështu ngrihet një brez që di dhe që ndjen. Mësuese Neri, të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme dhe këto këshilla kaq të vlefshme. Faleminderit dhe juve miq që na keni ndjekur. Të gjithë së bashku jemi përgjegjës në këtë mision kaq të bukur, qoftë mësues, qoftë drejtues institucionesh apo qoftë prindër dhe fëmijët që ne i kemi. Kështu që ju falenderoj shumë që na dëgjuat. Deri në episodin e ardhshëm, miru takofshim.